Dhe si për Vatikanin, çfarë studimi te Vatikani do të kalojmë diçka më përpara një çik. Se çdo gjë ka një piknisje, një shkak, që vjen një pasojë. Vinë në mënyrë organike. Vinë në mënyrë organike. Nuk mund të kesh asnjë Vatikan dhe asnjë Rom të zhvilluar në ato kohërat, nëse nuk mirte pjesë vetë pasardhësit e Perëndisë. Kuptohet që në vlora atin kanë. Dihet që në vlora atin e kanë. Diti, në vlora atin e kanë. Si Zeus. Ne ka edhe shallin në atë të kuqit. Vatikan. Në vlora atin kanë. Tani është problemi si është problemi i vlorës dhe si vajnë vlonjatët atje. Filloi lufta e parë i Lirë-Romak, që thonë lufta punike. Teuta mbretëroi si jo thjesht si një mbretëresh, që mbretëresha ka patur shumë, nuk ka rëndësi mbretëresha. Po Teuta mbaj mend. Jo, ka qenë udhëheqës e Fitonisë, perandor. Teuta ka qenë perandore në vend të Agronit. Agroni ishte perandor. Do thonë dora e Perëndisë. Dora e Perëndisë, pasardhës. Ani nuk po themi se çau po me perandori, me këtë. Po themi mbasi u vdiq Agroni, që nga doli dhe emërtimi agronomi, zhvillimin më të fuqishëm të bujqësisë që këti në përbot. Me emër të Agroni. Agronomi që këti zhvilloi më shumë bujqësi dhe i gjithë njerëzit u turën për të mësuar shkencën e zhvillimit bujqësor, sepse uria ishte kryesore. Të gjithë njerëzit pasurisë do të dhe është pasuria. Pasurisë po ali ka siguruar ushqim për 5 breza, 6 breza. Kështu themi, uria është kryesore. Dhe pasurisë do shkojë, kjo është pasuria. Kjo është pasurisë. Ja pëzgjidhje. Edhe si Dimitër Fari në këtë mes mori një detyrë tjetër, se Dimitër Fari e moj Agronin. Tani nuk po them pse ne qyshe tek, sepse kjo është një çështje tjetër që do na lërë këtu jo një ditë, po na lërë shumë ditë për të shpjeguar një për një. Pa fundit. Po që te Teuta. Po. Vati Teuta caktoi këshilltar. Dhe Teuta kishte djalë Piri, i Perëndisë, që ishte me Agronin dhe Teuta. Teuta ishte nga pjesa e Kosovës, që është në Dardania. Kurse Teuta ishte nga Malizia. Gjithmonë shqiptare. Tani, unë nuk e di të ke patë në një kom tjetër. Okej. Tani, unë nuk mund të them të gjëra është shqiptar, që pse ta themi gjë të tillë. Se nuk po të them, se ky ishte, po të filloj historia, se ç'a bëri, ç'a s'bëri e tjera me radhë. Të tharë dhe perandor, nuk quhet perandor, dore Perëndisë të gjithëve. Këta izmike, miqësia me Zeusin, filloi me izmike, falë dore Perëndisë. Të thoshin dorët. Dore Perëndisë është gjithë njerëzit kur takohen më të mëdhenj, ministra, kryeministra, a deputetët, kur duan të bëjnë një fotografi me njëri tjetrin që i kalojnë mirë, japin dorën njëri tjetrit. Dhënia e dorës është miqësi. Edhe kur kërkojmë një vajzë, kërkojmë dorën e saj. Pra kërkojmë miqësinë më shumë se vajza. Kërkojmë edhe miqësinë me fëmijë tjetër. Dhe kjo gjë përbën dorët, vllazërimin. Me fjalën dorë nuk kupton vllazërimin. Ne kapim për të rast, ne kemi ishin dorët jonë. Ishim Teuta, Vatikani, Vlora. Po këto s'kish Vatikan atëre. Okej. Atëre Teuta mori si këshilltar Dimitër Fari. Po Dimitër Fari është komandanti i anije luftarake. Dhe lindi problemi duhet caktohet di këtë tjetër në detyrën e tij. Dhe caktoi Gjergj, që ishte nga Maqedonia. Dhe Gjergji ke historinë e Gjergj Ele Salim. Gjergji, pra këto që quhen legjenda, janë tregime të vogla për një histori të madhe. Nuk janë sajesa të popullit, po populli ka shkruar në mënyrë më të koncentruar për të mbajtur mend. Ashtu si kur shkruan për shembull, bën një rreth atje në legjendën e gjeografisë dhe shkruan qytet. Pra po t'jetë një rreth është një qytet. Pra nuk bëhet fjalë për një rreth, po bëhet fjalë për një qytet me një simbol. Edhe kjo Gjergj Ele Salim nuk është emërtim Elez. Se do lind problemi kush është Elezi. Dhe Ali po e dini
e lezi kush, po është Gjergj e Le Zalin. Ishte i zalisur për vdekje. E la sëmundjen që kishte 9 vjet në shtrat dhe u ngrit si anteu nga shtrati për të luftuar. Pra nuk është Elez, po Ele. Ele Zali. Zalin është tjetër. Zë Zalia. Ishte i zalisur për vdekje. Ele Zalin. Dhe nuk është personazh. Sepse do themi një shau tjetër, një nga objektet më kryesore të rëndësishme të kësaj legjende është motra e tij. E Gjergjit. Atëherë lind pyetja. Kjo mori pjesë gjallërisht në këtë legjendë. Mirë kon detalët, e? Si e kishte emrin motra? Dhe është një pyetje që e drejt për të drejtuar çdo dietar. Atë pyetje që se bën njëri. Kur merr vesh që këtu është një histori e tërë dhe motra luan rol, një nga rolet kryesore në legjendë dhe nuk gjen emër. Atë do të ishte një emër që do ta lexonte çdo njeri, që s'kishte nevojë për ta thënë. Si një mamicë, të të atë se një. Atëherë lind problemi, për t'ja vënë emrin. Këtë dihet që kem moshë 9 vjeçë. Gjithmonë kujdes për vllain e vet, të plagosur. Edhe 9 vjet kishte sëmuraj, pra kishte bërë një luftë para 9 vjetësh. Jo kishë lindë. Atëherë, jo ishte 9 vjeçë, na kur plagosa ishte 9 vjeçë. Atëherë, lind problemi. Si i thoshte ky vllai, sepse emërtimin për t'ia drejtuar motrës e kishte drejt vetëm vllai. Qa i thoshte motrës saj? Dihet ajo që u kujdes tërkohën e lante, shklante, gjitha plagët që kishte me shumë mundime tjera. Ajo ishte tamam si një nënë e vogël. Nënës e vogël. Po, mitë si thonë që e vogël. Më me vogël do të mamitës. Më me vogël. Pa, kjo është e mamitësa. Çdo njeri duhet ta kuptoj. Emërtimi. Mamitës do thot një motër që sarikon jetën e saj në dashurinë për vllain e vet. Dhe atë bëri mamitësa. Dhe gjithë jetën u sakrifikua. Pra, po të kesh mendje, mund t'i japësh përgjigje pyetjeve, të cilat historianët ngecin. Por atëre mundeshëm me Balozin. Baloezi përveç Ulkonjës së romakëve s'kishte tjetër. Ba që thot Balozi. Baloezi. Balozi. Nga deti. Po erdhi nga deti, kështu e thot i gjitha. Dhe i thotë ai dhe Gjergji i thot motos mos të mungon me ngrën, me pi, me vesh, me mba. Ta e kishte gjitha kushtet. Ku e gjeti gjithë të pasuri Gjergji? Atë le të hapim historinë. Në vitin 228 para erës së re, forcat e Nutrit, që janë forcat e Malit të Zi, sulmuan prapavijat romake dhe i rrëmbyen asaj të gjithë pasurinë që kishte gabëruar nëpër Iliri. Pa, gjithë pasurinë e morën ata të Malit të Zi dhe patjetër do të ndalnin një tjetër. Dhe patjetër komandanti me që u plagos do të jemi pjesë ndërmuese të pasurisë. Prandaj ati nuk mungon dhe pasuria. Prandaj dhe në fund ai thot, gjithçka që kam trohet e mia, pasuritë e mia dhe gjithçka tjetër ti takoj shokëve të mi, sepse ata nuk e lanë asnjëherë Gjergjun. Nuk ja dha trashëgimi brezave të tij, por shokëve me të cilët ai kishte luftuar krah për krah, të cilët nuk e harruan asnjëherë. Andaj këtu vërtetohet dhe ajo çka ka thënë Gjergji. Pra, që gjikoni atëre Roma, ishte Baloezi. Pra, simboli i saj ishte Ulkonja. Po, Ulkonja nuk u kujdeset për vogël. Nuk ishte Shqiponja. Më pas, mas 150 vjetësh, shikojmë që na del si simboli i Romës Shqiponja. Po, Shqiponja nuk ishte romakëve. Si qendër, atëre, mos vallë kishte bënë me Shqiponjën e Zeusit dhe me Labri, po në Gjons, është Gjon Pakzori kur është pakzuar Akili. Dhe jo Krishti. Është vendi ku është pakzuar Akili, i pari njerëzimit. Pa nuk është Krishti, është Akili. Kush e ka lexuar historinë, e di që Akili pakzuar e kapi nëna për thëmbre dhe zhyti në ujërat e tjera, dhe ishte në Gjons kur e pakzori. Gjonci çfarë është? Gjonci është vendi një pragë në lumin e Vjosës, në drejtim të veriut të Olimpit. Është rreth 16 km larg Olimpit. Që bëj ta
Ka pure nga si tjetër. Atje? Vetëm thëmë që e mbajtja. Ai ishte i pari pagëzuar. është në vend i veçantë aty? Është prag. Prag ujit, uji vjen nga lart. Për shembull, kanali Vjos Levan Fier vjen nga Gjonçi. Se si pikë më e lartë, mos si pikë më e lartë për të vaditur të tjera. Okej. Ta është më nga Gjonçi, por nuk e thonë Gjonçin. Ata se nuk e din fare se sa është Gjonçi, është Gjonçi dhe Gjançi, edhe janë pranë e pranë. Te Buzmalli. Aty ku shtroja. Gjonçi, Gjançi, Buzmalli. Pastaj vazhdojnë dhe në Adë, se edhe Adën se di njerëzit ku është. Është pse fuqish me Ada e Ulisit, ë? Ada është den atje kishin kufit trojanët. Najada. Den Adë. Najada. Edhe ku thoshe, Ja, lidhje me shumë Iliad, Ada e Liris thoshe, më vesh, është adres. Iliada do të Ada e Liris. Ti po thua, edhe vendi ku është, se gjatë gjithë veprës, asnjëri nuk e gjen fjalën Iliad të shkruar. Nuk ka të shkruar. Atëre pse autori ja ka vënë emrin Iliad? I ka vënë adresën e vendodhjes së tij, Ada e Liris. Pra që shikon ti, nuk ka shakara. Dhe nga Ada, dhe adresa që këti. Pa Adën zë, do të as adresë. S'përdor dot, as një gjë. Po nuk është aty objekti. Ka unë të unta të Vatikanit. Si ponja. Atëre, detyrën ja dha Gjerit, që luftoi përsëri me Balosin. Pra, deri në luftën e dytë iliro-romake, nuk kemi të bëjmë fare me ta shujtojtën Romën e zhvilluar. Po kemi të bëjmë me një Romë të vjetruar të kohës së Ulkonjës, të Balosit. Dhe këtu më e këtë qartë. Atëre, Ishin shpellar që akoma s'po formueshin. kalimi në simbolin e Shqiponjës ndodhi nga një qendër tjetër. Se në luftën e tretë iliro-romake, Paolo Emilio, basi mundi Dencin atje në veri, erdhi në Labri dhe mori 150.000 banor nga Labria. 150.000 dhe i vendosi në Rom duke ndërtuar Vatikanin. Këtu ndryshoi historia. Në çfarë viti? Në vitin 168 para së. Po Vatikani në çfarë periudhë është formuar? Jo dhe. Që ndërtuan Vatikanin, nuk thashë Vatikani nuk është një ditë e ndihmuar, nuk është me të vendosur ta ndërtuar Vatikanin. Qartë. Erdhën njerëz të ditur, dietar, nga gjithë Labëria, kur qendra botërore e gjithë shkencave, nuk e di që labi është oratori nga të gjithë njerëzimit. Labi është oratori. Laborator. Tashmë etori thot. Kur etori ai, Laborator. ku di, labi është oratori. Nuk ka të bësh. Qoftë edhe në grek për shembull, të gjithë janë lebrit e Gjonçit, sepse vënë gjithë pagëzoheshin për të kryer vllazërim me një tjetër, të gjithë do pagëzoheshin si Akili. Dhe që ishin lebrit e kujt? E pagëzuar, po të Gjonçit e mini vesh të vend pagëzimit. Dhe bën fjala legjon. Legjonet tash në këtë romake nuk janë legjonet romake, se nuk janë italiane, janë të Vatikanit. U krijuan legjonet dhe ato kishin si simbol të tyre shqiponjën. Dhe po ti humbise simboli i shqiponjit do të zhduke legjonin. Edhe nuk kishin Ulkonjën. Atyre këtu kemi të bëjmë me ndryshimin e tashmë të zhvillimit e qytetërimit romak të ardhur prej Labrisë. Në analet e Vatikanit ekzistojnë këto gjurmë historike? Si mendoni? Jo. Unë po fora një gjëra, e për shkencë matematikë, ekzistojnë në gjithë botën matematikë. Po asnjë si një gjë ta kuptoj. Mos thu, bau, nuk ekziston matematika në përbot. Edhe në të gjithë ato të shkruara nuk ka si mos ekzistoj. Sa herë ndodhej në krizë Vatikani, bën të hape librat e historisë lartësisë. Dhe mbi bazën e tyre i the hopa të mba edhe Leonardo da Vinci në këta tjera, për të studiuar të vërtetën. Veçse i lejonte të vërtetën pa i prishur politikën e tyre të besimit, sepse ruan besimin e Krishtit mbi atë të Perëndisë. Se po të e thuash që ekziston Perëndia, shkërkon Krishti dhe Muhameti. Prandaj e mohuan problemin e Perëndisë. Dhe thanë Perëndin gjoja në qiell, që është e padukshme, kur ajo është një genialitet i më i madh i njerëzimit dhe është njeri mbi genialët. Nuk ka njeri më të madh në njerëzim deri tani dhe sa vetë Zeusi. Është labi i paritshëm. Dhe çudi edhe jo rastisht Konstantini që i lirë
djali